Valet e Ungjillit përcjellin tek ju Prekja e Zotit. Një program i përjavshëm nga Dr. Charles Stanley. Nëse nuk jemi të lumtur, energjik, të motivuar dhe kërkues ndërsa bëjmë punën e Zotit, nuk po e bëjmë atë në mënyrën e duhur. Të dashur miq, përshëndetje dhe mirë se vini në programin Prekja e Zotit, pjesë e shërbesës mësimore të Dr. Charles Stanley. A keni ndjerë se Perëndia po ju drejton në një shërbes të caktuar? Nëse po, a jeni duke e përmbushur me sukses detyrën që ju ka dhënë? Ndoshta juve vetë mund të mos ju shkojë mendja që Perëndia dëshiron t'ju përdorë në ndonjë farë mënyre, por nëse jeni fëmija i Tij, e keni patjetër një shërbes. Mund të jetë rritja e fëmijëve të perëndishëm, një biznes sipas parimeve të perëndishme, ose ndarja e besimit tuaj me miqt dhe bashkëpunëtorët. Por pavarësisht se çfarë përfshin shërbesa juaj, suksesi varet vetëm në një gjë: ta bëni sipas mënyrës së Zotit. Dr. Stanley ja drejton sot këtë mesazh kryesisht pastorëve, por këto parime gjejnë zbatim tek çdo fëmijë i Zotit. Kështu që dëgjoni me kujdes dhe mësoni çelësin e bërjes së punës së Zotit në mënyrën e Tij. Ju urojmë të gjithëve dëgjim të këndshëm të programit tonë. Pse ndodh kaq shpesh që të dëgjojmë se burra dhe gra që janë në shërbes largohen prej saj, nganjëherë prej problemeve morale dhe nganjëherë nga pakënaqësia, shgënjimi dhe dekurajimi? Si është e mundur vallë që një person që i shërben Perëndisë së gjallë të dekurajohet kaq shumë sa të jetë gati të braktisë thirrjen e tij? Mund të gjenden shumë arsye, por arsyeja primare është se ne bëjmë punën e Zotit në mënyrën e gabuar. Nuk e bëjmë punën e Zotit në mënyrën e Tij. Pikërisht, për këtë dua të flas në mesazhin e ditës së sotme. Si ta bëjmë punën e Zotit në mënyrën e Tij. Le të shkojmë së bashku tek libri i Zakarias. Nëse ju kujtohet, aty shohim se izraelitët që kanë qenë sklever në Babiloni për 70 vjet, tani në mbretin Siris të Persisë, lejohen të rikthehen në Jeruzalem nën udhëheqjen e Zorobabelit për të rindërtuar tempullin. Pra, rreth 50.000 izraelit sapo janë kthyer në Jeruzalem. Ata e lanë ndërtimin e tempullit nga disa vërejtje, kërcënime dhe vështirësi të mëdha. Kanë kaluar rreth 15 vjet dhe ndërtimi i tempullit nuk ka filluar ende. Në këtë situatë, fryma e Zotit i flet profetit përmes një angjëlli dhe i thot: "Thuaj Zorobabelit këtë gjë." Dhe në kapitullin e 4 lexojmë një vizion. Në fakt, ka shumë vizione në këtë libër, por në këtë vizion ai na jep një parim se si ta bëjmë punën e Zotit në mënyrën e Zotit. Zakaria kapitulli 4, vargjet 5 deri në 7. Engjëlli që fliste me mua u përgjigj dhe më tha: "Nuk e kupton se ç'duan të thonë këto gjëra?" Duke i referuar vizionit dhe çfarë ata nën kuptojnë. Unë i thash: "Jo, im Zot." Atëherë ai duke u përgjigjur më tha: "Kjo është fjala e Zotit drejtuar Zorobabelit, jo për fuqinë dhe as për forcën, por për frymën time, thot Zoti i ushtrive. Kush je ti, o mal i madh? Përpara Zorobabelit ti do të bëhesh fush, dhe ai do ta bëj gurin e majës së malit të shkojë përpara midis britmave mëshirë për ta." Kjo ishte mënyra më e thjeshtë për të thënë: "Thuaj Zorobabelit se ka vetëm një mënyrë për ta kryer këtë punë, dhe ajo do të mbyllet me shumë britma kënaqësie që do të ngrejnë lart emrin e Zotit." Para së gjithash, do të them thjesht këtë: puna e Zotit, e kryer në mënyrën e Zotit, kërkon që ne të mbështetemi tek fryma e shenjtë që ai të punojë dhe ta bëjë përmes nesh. Tani, kjo është një gjë që e dim të gjithë, por sot dua të futem pak më thellë. Dhe gjëja e parë që dua të qartësoj është se çfarë kuptoj me puna e Perëndisë. Dikush mund të thotë:
Unë jam ndërtues, nuk punoj në kishë dhe sigurisht më keni lënë jashtë këtij mesazhi. Jo, nuk ju kam lënë as pak jashtë. Dikush tjetër mund thotë, unë punoj në një punë jo shpirtërore, në një fermë, dyqan, fabrikë ose në një zyrë, dhe ju më keni lënë jashtë këtij mesazhi. Jo, nuk ju kam lënë jashtë. Kur u shpëtuat, Bibla thotë se fryma e shenjtë erdhi në jetën tuaj për një arsye tepër specifike. Të mbarte shërbesën e tij përmes jetës tuaj. Kështu, le të mendojmë për pak minuta për këtë gjë. Zakonisht, sa herë që mendojmë rreth punës së Zotit, na vjen në mendje predikimi, mësimi i fjalës, drejtimi i adhurimit, ungjillizimi e kështu me radhë. Por kjo nuk është e gjitha. Më lejoni t'ju bëj një pyetje. Më kërkohet më pak nga fryma e shenjtë për një burri, a një gruaje që janë martuar me dikë që është jashtë vullnetit të Zotit, duke mos ju bindur Zotit dhe duke krijuar rrëmuj në shtëpi? A nuk i kërkohet frymës së shenjtë të jetojë në një situatë tepër të vështirë në të cilën po kalon një familje? Sigurisht që po. A nuk i kërkohet frymës së shenjtë që të ndihmojë prindërit që të trajnojnë fëmijët e tyre dhe t'i mësojnë se si të jetojnë një jetë të perëndishme në një shoqëri që nuk e njeh perëndishmërinë? A nuk kanë ata nevojë për frymën e shenjtë që të jetojnë larg mëkatit që i rrethon përdit? A nuk kemi ne nevojë për ndihmën e frymës së shenjtë në jetën e secilit prej nesh që të menaxhojmë financat tona në mënyrë të mençur në një kohë kur jeta është kaq e pasigurt? Pra, miq, siç e shihni, puna e Perëndis është shumë më tepër se sa punët që duhen bërë brenda kishës. Dhe shihni, djalli na ka mashtruar duke e ndarë jetën tonë në materiale dhe shpirtërore. Më lejoni t'ju kujtoj diçka që nuk krahasohet me asgjë tjetër në jetën e besimtarit. Kur ju u shpëtuat nga mëshira e Zotit, kur mëkatet tuaja u shlyen, u shpaguan dhe u harruan nga Perëndia, ju filluat një marrëdhënie të re me Zotin. Fryma e shenjtë erdhi dhe ju vulosi si fëmijë i Perëndis dhe në atë moment ju fituat përjetësinë. Bibla thot se ju jeni prona e tij e paguar nga gjaku i tij në kryqin e Kalvarit. Ju nuk i përkisni më vetvetes. Tani fryma e shenjtë jeton brenda jush, duke ju aftësuar të jetonin jetën e Perëndis Jezus Krishtit dhe të ndani të vërtetën e ungjillit kudo që të shkoni. Në qoftë se do të isha jo besimtar, kjo gjë nuk do të ekzistonte brenda meje. Në momentin kur u shpëtuat me anë të frymës së Perëndis, ju bët një qenie frymërore. Në një forma në një tjetër, jeta juaj është frymërore. Këto gjëra ecin bashkë dhe është e pamundur që të ndahen nga njëra tjetra. Kështu pra, kur mendojmë dhe flasim rreth punës së Perëndis, përfshijm çdo aspekt të jetës sonë. E vërteta është se shumë burra dhe gra që janë duke shërbyer Zotit nuk janë të lumtur me atë që po bëjnë. Por, nëse një person nuk është i lumtur, atëherë diçka nuk është në rregull. Nëse nuk jemi të lumtur, energjik, të motivuar dhe kërkues në kryerjen e punës së Zotit, me shumë mundësi diçka nuk shkon mirë në mënyrën se si po e bëjmë atë. Zoti nuk na ka thirrur në shërbes që të zhytemi në errësirë, tragjedi dhe vuajtje. Nuk shqetësohem edhe aq shumë prej vuajtjeve, por të qenurit negativ në gjithçka nuk mund ta pranoj. Për arsyen e thjeshtë se Zoti nuk ka një dëshmitar të mirë midis njerëzve të dekurajuar, të zhgënjur, që janë duke i shërbyer Zotit dhe që kërkojnë një rrugë për ta lënë. Besoj se një nga arsyet kryesore është se nuk po e bëjmë punën e Zotit në mënyrën e tij. Nëse po e bëjmë punën e Zotit në mënyrën e tij, do të ndodh patjetër diçka. Por si mund ta bëni punën e Zotit në mënyrën e Zotit? Gjëja e parë është të mbështetemi tek fryma e shenjtë. Tani, dëgjoj se çfarë thot ai në këtë mesazh. Ai thot se ka dy mënyra për të bërë punën e Perëndis. Tek Zakaria kapitulli 4, vargu i 6 thuhet: Atëherë ai, duke u përgjigjur, më tha: Kjo është fjala e Zotit drejtuar Zorobabelit, jo për fuqinë dhe as për forcën, por për frymën time, thot Zoti i ushtrive. Pra, ne mund ta bëjmë punën e Perëndis përmes fuqisë dhe forcës tonë. Tani, për Zorobabelin,
forca ka të bëjë me një ushtri të fortë dhe solide që ta ndihmojë për të fituar. Por për ju dhe për mua sot, kjo mund të jetë mbështetja në fuqitë tona, varësia prej burimeve tona dhe këmbguljes për ta kryer atë plotësisht me fuqinë tonë. Kur ai thot, nuk është përmes fuqisë, me fjalë të tjera po thot se ne nuk duhet të varemi tek personaliteti ynë, aftësitë tona, talenti, edukimi, përvoja apo suksesi ynë i shkuar. Dëgjoni me kujdes. A e dini se çfarë na shtyn që të mos e bëjmë punën e Zotit në mënyrën e Zotit? Kjo gjë është shumë delikate. Shpesh Satani përdor suksesin si një mënyrë të fshehtë për të na joshur. Nëse arrin t'ju bëj të suksesshëm mjaftueshëm, filloni të besoni, unë mund t'ja dal i vetëm me fuqinë time. Miq, çdo shërbëtor i Zotit që thot mund t'ja dal vetëm, sapo ka bërë një deklaratë fajësie, sepse puna e Perëndis duhet bërë përmes mbështetjes në frymën e shenjtë. Me fjalë të tjera po thot se ka dy mënyra për të bërë punën e Zotit, me fuqinë tonë ose me fuqinë e Zotit. Tani, cila është përgjigjja e Zotit në jetën tuaj dhe timin kur mbështetemi në personalitetin tonë, përvojën, famën, rëndësinë, pozicionin, autoritetin tonë? Zoti i largon duart e tij nga ne. E shihni? Arsyeja që Zoti nuk mund ta bekojë këtë është sepse mbështetet në idhujtari. Unë mund t'ja dal i vetëm. Unë do ta bëj këtë. Rreth këtyre fjalëve lëvizi gjithë sistemi botëror. Ju mund t'ja dilni pa Zotin. Shpesh herë notojmë brenda kësaj forme të fshehur të gënjeshtrës. Unë mund t'ja dal këtë herë ashtu siç ja dola herën e kaluar. Për shembull, cili është kuptimi i ditës së rreshajave apo Pentakostit? Tek Ungjilli i Lukës, kapitulli 24, Jezusi i thot një grupi njerëzish që e njihnin mirë. Dhe ja, unë po dërgoj mbi ju premtimin e Atit, por ju qëndroni në qytetin e Jeruzalemit derisa të visheni me pushtet nga lart. Me fjalë të tjera, Jezusi po thoshte, uluni poshtë, qëndroni në qytetin e Jeruzalemit derisa të visheni me pushtet nga lart, derisa të pagëzoheni me frymën e shenjtë, derisa të vajoseni dhe fuqizoheni. Ai thot, kjo ndodh kur fuqia e frymës së shenjtë vjen në ne. Tani, nëse ata do të ishin gati, ai do t'i dërgonte më përpara, pa pritur për frymën e shenjtë. Ai i dha dishepujve një urdhërim shumë të qartë, por ata nuk ishin gati të bënin punën e Zotit pa ndihmën e frymës së shenjtë. Pse? Sepse ai e dinte se të bërit e punës së Zotit në mënyrën e tij ka nevojë për një mbështetje të plotë ndaj frymës së shenjtë. Njerëzit janë në gjendje të bëjnë shumë gjëra. Janë të aftë, tepër manipulues dhe mund të krijojnë diçka që duket shumë e mirë në sipërfaqe. Por lind pyetja, sa do të zjas? Së dyti, nëse nuk është bërë në frymë, prej frymës dhe përmes saj, nuk mund ta ndikoj frymën e një personi tjetër. Kur e bëjmë punën në mish, mund të arrijmë të bëjmë përshtypje shumë njerëzve, por burrat dhe gratë e perëndishme do ta dallojnë me njëherë nëse diçka është prej frymës apo prej mishit. Kështu që ne mund të arrijmë të mashtrojmë disa, por jo njerëzit e Zotit, sepse ata do ta kuptojnë fare mirë këtë gjë. Zoti nuk ka për ta bekuar. Tani ju dhe unë mund të bëjmë gjëra në mish, por Zoti do të thotë fjalën e tij dhe fjala e tij nuk do të kthehet bosh pa u përmbushur. Në këtë rast, ne nuk jemi të vetmit që humbim. Përkundrazi, janë shumë njerëz që humbin. Humbet puna e Zotit, sepse ai nuk do ta bekojë punën tonë të kryer në mish. Ky është një dhunim total i karakterit dhe personalitetit të tij. Tani, Zakaria kapitulli 4, vargu 6 thot: Jo përmes forcës ose përmes fuqisë, por përmes kujt? Ai thot: por përmes frymës, thot Zoti i ushtrive. Kjo është mënyra për ta bërë punën e Zotit. Ai thot: Zorobabel, thuaj atij se do të kryhet përmes frymës së Zotit të gjallë. Tani këtu lind pyetja: apo e bëni punën e Zotit në mënyrën e tij, në varësi të plot nga fryma e shenjtë? Jam i bindur se shumë prej jush do të përgjigjeshin sigurisht që po. Më lini të mendoj për një moment
në dy gjëra. Para së gjithash, çfarë nuk nënkuptohet me këtë? Dhe së dyti, si mundemi ju dhe unë të themi realisht se kur jemi të varur në frymën e shenjtë dhe kur jo? Të bërit e punës së Zotit me fuqinë e frymës së shenjtë nuk do të thotë unë jam lutur për këtë. Nuk është e njëjta gjë. Nuk do të thotë se mbështetem në frymën e shenjtë. Nuk do të thotë se varem nga fryma e shenjtë nëse them le të ndodh dhe le të punoj Zoti. Këtu nuk merret vesh as pak nëse jam duke u mbështetur në frymën e shenjtë ose jo. Përkundrazi, kur ndihem absolutisht i pafuqishëm, vetë them, mirë Zot, tani të lutem, merre në dorë këtë situatë dhe më lër të shkojë. Kjo nuk do të thotë as pak të mbështetesh në frymën e shenjtë. Kjo është vetëm një klithmë dëshpërimi drejtuar Zotit që të më largojë nga kjo rrëmuj. Kjo nuk do të thotë as pak të varesh në fuqinë e frymës së shenjtë. Kur ju dhe unë e bëjmë punën e Zotit në fuqinë e frymës së shenjtë, duke u mbështetur në të, disa gjëra do të bëhen të dukshme. Dhe një nga këto është bindja absolute se nëse Zoti nuk do ta bëjë këtë gjë, ajo do të dështojë. Tani, unë nuk po them thjesht të lutemi, Perëndi të lutem bekoj atë që do të bëj, sepse në të kundërt nuk do të funksionojë si duhet. Jo, po flas për një detyrim të përhershëm dhe të brendshëm. Zot, nëse ti nuk e bën, nuk ka për të ndodhur asgjë. Kështu pra, para së gjithash duhet jemi bindur se nuk mund ta bëj punën e Zotit pa fuqinë e frymës së shenjtë. Nganjëherë ne mbështetemi tek ai vetëm për gjërat e mëdha që mendojmë se nuk mund t'i mbajmë dot vetë. Por e vërteta është se ka edhe shumë gjëra të tjera të vogla në jetë që nuk mund t'i mbajmë. Shumë gjëra nuk mund t'i mbajmë. Vendi më i çmuar dhe më i sigurt është në fund të vetvetes çdo ditë. Kur zgjohesh në mëngjes thuaj: Zot, kjo është dita jote. Dhe nëse fryma jote nuk është me mua, jam i sigurt se do të bëj një lëmsh të vërtet. Perëndi, ne të dy së bashku mund ta bëjmë këtë, sepse për vite e vite me radhë i kam bërë gjërat sipas mendjes sime dhe e di mirë çfarë lëmshi kam gatruar. Zot, nëse nuk e bën ti, atëherë nuk ka për të funksionuar. Jap se besoj se burrat dhe gratë, para se ata të ngrihen nga shtrati, para se të vënë këmbët në dysheme, duhet të flasin me Zotin për ditën e tyre, sikurse shpjegohet tek letra drejtuar Efesianëve, kapitulli 6, vargje 13 deri në 18. Prandaj merreni të gjithë armatimin e Perëndis, që të mund të rezistoni në ditën e mbrapsht dhe të mbeteni në këmbë, pasi të keni kryer çdo gjë. Qëndroni pra të fortë, duke patur në hije brezin e së vërtetës, të veshur me parzmonin e drejtësisë dhe duke mbathur këmbët e gatishmërisë e ungjillit të paqes. E mbi të gjitha duke marrë mburojën e besimit, me të cilën mund të shuani të gjitha shigjetat e zjarta të ligut. Merrni edhe për krenaren e shpëtimit dhe shpatën e frymës, që është fjala e Perëndis, duke u lutur në çdo kohë dhe me çdo lloj lutje dhe përgjërimi në frymën, duke ndënjur zgjuar për këtë qëllim me çdo ngulmim dhe lutje për të gjithë shenjtorët. Le të vishemi me të gjithë armatimin e Zotit dhe të vëmë helmetën e shpëtimit për të ruajtur dhe drejtuar mënyrën tonë të menduarit. Parzmorja e drejtësisë të mbulojë ndjenjat dhe reagimet tona emocionale. Brezi i së vërtetës përqark nesh të na ndihmojë të ecim në të vërtetën, duke e njohur, besuar dhe jetuar me të vërtetën. Këmbët tona të veshura me ngatishmërinë e ungjillit të paqes, duke shkuar vetëm atje ku do Zoti, të marrë shpatën e Zotit, ta përdor mençurisht dhe mbi të gjitha të marrë mbrojtjen e besimit për të devijuar të gjitha shigjetat e nxehta të djallit, sepse ato do të fluturojnë mbi ne. Unë nuk mund të ngrihem nga shtrati pa e pohuar këtë. Do të ishte fatkeqësi të mos e bëj edhe ti. Shumë prej jush po kalojnë situata dhe rrethana të vështira në jetë dhe miku im, sa më i privuar të ndihesh nga ndihma, aq më i saktë do të jetë pozicioni juaj para Zotit. Si mund ta dim nëse po e bëjmë këtë gjë në fuqinë e frymës së shenjtë apo jo? Para së gjithash, duhet të jem absolutisht i bindur që nuk mund ta bëj me fuqinë time. Së dyti, duhet ta shoh Zotin si burimin e vetëm të forcës sime. Unë besoj se Zoti do që puna e tij të bëhet në mënyrën e tij, duke u varur tek fryma e shenjtë. Në të kundërt, nëse mbështetemi tek njerëzit,
Ju duhet të kontrolloni zemrën tuaj nëse po e bëni këtë gjë vetëm për të pëlqyer njerëzve dhe jo Perëndis. Në këtë mënyrë, sapo keni shkelur vijën ku fuqia e Perëndis do të largohet për jush. Në momentin që bëni një kompromis për të pëlqyer njerëzve, po hyeni në zonën e minuar të shqetësimeve dhe problemeve. Ja pse është shumë e rëndësishme që ta shoh Zotin si burimin e vetëm të fuqisë sime. Nëse varem vetëm prej frymës së shenjtë, do të flas me Zotin gjatë gjithë kohës. Një arsye tjetër është dëshmia e punës së frymës. Unë do të shoh frutin e punës së frymës së shenjtë. Nëse ai nuk do ta bënte, vërtet që nuk do të ndodhte asgjë. Vetëm ai mund ta bënte këtë. Faleminderit Perëndi për punën e mrekullueshme të frymës tënde. Nëse varem prej ti, jo vetëm që do të flas me të për çdo gjë, por edhe do të shikoj frutin e punës së tij në gjithçka. Fryma e shenjtë është në gjendje t'ju ndihmojë dhe fuqizojë si për gjërat e vogla, ashtu edhe për gjërat e mëdha. Fuqia e tij nuk kufizohet nga sasia e punës suaj. Zoti do që puna e tij të kryhet në mënyrën e tij. Kështu, unë do ta di se jam duke e bërë punën e tij në mënyrën e tij kur varem plotësisht nga fryma e shenjtë. Të varesh totalisht nga fryma e shenjtë do të thotë se shqetësimi, mërzia, stresi dhe inatosja nuk kanë më lidhje me ty. Ndoshta po thoni, mire ke ti mik, por ti si di rrethanat e mia? Sigurisht që nuk i di, por mund të them një gjë. Nëse do të dëgjonim rrethanat e çdo personi që po na dëgjon tani, me siguri do të thonim, faleminderit o Perëndi, faleminderit Zot, që gjendja ime është ashtu siç është. Sepse ju garantoj se gjithmonë do të dëgjoni për dikë që është në një situatë më të keqe se ju. Të bërit e punës së Zotit në mënyrën e tij do t'i mbush zemrat tona plot me kënaqësi. Ju mund të thoni, por ju nuk e dini se çfarë po heq. Unë mund t'ju them që as ju nuk e keni idenë se çfarë kam hequr unë, por mund t'ju them me siguri se gjitha kjo funksionon. Pavarësisht nga rrethanat tuaja apo se si ndjeni, bëjeni punën e Zotit në mënyrën e Zotit. Mbështetuni në frymën e shenjtë. Lavdërojeni atë dhe falenderoni për gjithçka që po ndodh. Mesazhi i sotëm i Dr. Stanleyt solli një fjalë kurajoje dhe sigurie për ata që kërkojnë të bëjnë punën e Zotit në mënyrën e Zotit. Është shumë e rëndësishme që të zbuloni shërbesat tuaja unike përmes lutjes. Kështu do të mësoni se si të mbështeteni në fuqinë e frymës së shenjtë. Ndjenjat e inferioritetit që vijnë nga gabimet e shkuara shpesh shkrihen në praninë e dikujt që na pranon plotësisht ashtu siç jemi. Mos harroni, vetëm Zoti mund të na jap dashuri të pakufishme dhe na pranon ashtu siç jemi në çdo kohë. Autori i Psalmit 26 e përshkruan kështu dashurinë e Zotit. Le të lexojmë vargjet 7 deri në 9. O Perëndi, sa e çmuar është mirësia jote. Prandaj bitë e njerëzve gjejnë streh në hijen e krave të tu. Ata ngopen me bollokun e shtëpisë sate dhe ti u heq etjen në përojën e kënaqësive të tua. Sepse pranë teje është burimi i jetës dhe me anë të dritës sate ne shohim dritën. Këtu të dashur miq kanë përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit ton. Ne ju kujtojmë që ju mund të na shkruani në adresën Valët e Ungjillit, kutia postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim. Ndoqët programin Prekja e Zotit. një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.